Komedia e Molierit, Tartufi. Sot do të shqyrtojmë komplotin, personazhet, temat kryesore dhe skandalin historik që rrethon këtë vepër brillante. Përshëndetje. Sot do të flasim për një nga shfaqjet më të famshme, skandaloze dhe brillante në teatrin francez, Tartufi, i Molierit. Imagjinoni është viti 1664, në Versailles, para vetë mbretit Luigjit XIV. Molieri paraqet një komedi që do të shkaktojë një nga skandalet më të mëdha letrare të kohës së saj. Shfaqja ndalohet menjëherë. Pse? Sepse guxon të trajtojë hipokrizin fetare, një çështje djegëse në Francën e shekullit të 17. Pra, çfarë e bën këtë shfaqje kaq të fuqishme, kaq shqetësuese dhe megjithatë kaq qesharake? Kjo është ajo që do të zbulojmë së bashku. Le të fillojmë me komplotin. Ngjarja zhvillohet në Paris, në shtëpinë e Orgonit, një borgjez i pasur. Orgoni është një njeri i respektuar familjar, por ai ka rënë plotësisht në ndikimin e një burri të quajtur Tartuf. Tartufi e paraqet veten si një njeri të devotshëm, një njeri me devotshmëri shembullore, të përulur, bamirës dhe të shkëputur nga pasuritë e kësaj bote. Me një fjalë, ai është një shenjtor. Por në realitet, Tartufi është një mashtrues. Një hipokrit i llojit më të keq. Ai përdor fen si mask për të manipuluar Orgonin dhe për të rrëmbyer pasurinë e tij, shtëpinë e tij dhe madje gruan e tij, Elmirën. Të gjithë në familje e shohin mashtrimin e Tartufit. Elmira, fëmijët e Orgonit, Marian dhe Damis, kunati i tij Kleant dhe madje edhe shërbëtorja Dorin, e cila është personazhi më i mprehtë në shfaqje. Të gjithë e shohin të vërtetën, përveç Orgonit dhe nëna e tij, Madame Pernel. Orgoni është aq i magjepsur sa vendos t'ia jap vajzën e tij Marian për martesë Tartufit, edhe pse ajo është e dashuruar me një djalë të ri të quajtur Valer. Edhe më keq, Orgoni e bën Tartufin trashëgimtarin e tij të vetëm. Situata duket e pashpresë. Si mund ta demaskojnë një burr që i zoti i shtëpisë e konsideron shenjtor? Atëherë, Elmira harton një plan. Ajo i sugjeron Orgonit të fshihet në një tavolinë, ndërsa ajo e pret Tartufin vetëm. Dhe është në këtë skenë që Orgoni më në fund zbulon të vërtetën. Maska bie. Por është pothuajse tepër vonë. Tartufi, i tërbuar që po zbulohet, përpiqet të dobojë familjen. Në fund të fundit, është ndërhyrja e mbretit, një deus ex machina, që e shpëton familjen. Sovrani largpamës arreston Tartufin dhe rivendos drejtësia. Tani, le të flasim për temat kryesore. Së pari, hipokrizia. Kjo është thelbi i veprës. Molieri nuk po sulmon besimin e sinqert, por ata që e përdorin fen si instrument pushteti dhe manipulimi. Hipokriti fshihet pas virtytit për të kryer veprat e tij të këqija. Së dyti, verbëria. Personazhi i Orgonit na tregon se sa i shurdhër dhe i verbër mund të bëhet një qenie njerëzore kur është në ndikimin e një figure autoriteti. Orgoni refuzon të shohë, derisa të përballet drejt për drejt me realitetin. Kjo rezonon ende sot me manipulatorët karizmatik. Së treti, fuqia e gjuhës. Tartufi është një virtuoz i fjalëve. Ai di si ta përdor fjalorin e përkushtimit për të justifikuar dëshirat e tij. Kur përpiqet ta josh Elmirën, ai e mbulon diskursin e tij dashuror me referenca shpirtërore. Është njëkohësisht komik dhe tmerrues. Së fundmi, roli i grave dhe shërbëtorëve. Elmira dhe Dorina janë ato që i sjellin qartësi kësaj shfaqjeje. Dorina guxon të thotë me zë të lartë atë që të tjerët mendojnë. Këtu, Molieri u jep një zë të fuqishëm personazheve që shoqëria i konsideronte inferior. Le të kthehemi te skandali. Në vitin 1664, grupi i devotshëm lëshoi një tërbim kundër Molierit. Mbreti e ndaloi publikisht. Molieri nuk u dorëzua. Ai e rishkroi shfaqjen disa herë. Vetëm në vitin 1669, pas 5 vitesh përpjekjesh, shfaqja u autorizua më në fund dhe suksesi ishte triumfues. Sot, Tartufi është një nga komeditë më të shfaqura në botë.
Fjala tartuf ka hyrë në gjuhën frënge si sinonim i hipokritit. Ajo që e bën shfaqjen të përjetshme është se hipokrizia nuk njeh epokë. Tartufët janë kudo, te politikanët, udhëheqësit apo mashtruesit e ditëve tona. Si përfundim, Tartufi nuk është vetëm një komedi e shkëlqyer, është një akt guximi. Molière rrezikoi gjithçka për të thënë një të vërtetë thelbësore. Kini kujdes nga ata që e shfaqin virtytin e tyre në mënyrë shumë të dukshme. Siç thot Kleant, duhet të dini ta dalloni përkushtimin e vërtet nga ai i rrem. Faleminderit.